Prej argumenteve për rastisë është edhe surja El-Mesed, në të cilën e lartëmadhëshme tregon që xhaxhai profetit alayhis salam do të shkojë në zjarr. Në këtë sure ka shumë argumente për rastisë. Pika e parë është që përmendet Ebu Lehebi me nufke, jo me emër, sepse emri i tij i vërtet është Abdul Ka'be, rob i Qabës. E Kurani nuk sjell simbole pagane për të miratuar ato. Prandaj nuk e ka quajtur me emër, por me nuf. Pastaj është një urtësi tjetër e madhe që e ka quajtur me nuf, Ebu Leheb, babai i zjarrit. E sjell shumë vite para se të vdes Ebu Lehebi. Kjo është mrekulli sepse bazë e sure i bie që Ebu Lehebi do të vdes jo besimtar dhe do të futet në zjarr. Kjo është mrekulli shumë e madhe sepse ka pas prej xhaxhave të profetit alayhis salam që në atë kohë kanë qenë jo besimtar, mirë po më vonë kanë pranuar Islamin. Kjo nuk ka ndodhur me Ebu Lehebin. Sikur të kishte ndodhur, do ta kishte përgënjeshtruar Kur'anin. Po ja që kjo nuk ka ndodhur sepse Kur'ani është zbritje e gjithdijshmit. Ai e ka ditë që ky do të vdes në mosbesim dhe ashtu ka ndodhur. E njëjta gjë është me gruan e tij. Edhe gruaja e tij ka qenë bashkëpunëtore e tij në mosbesim dhe ajo gjithashtu ka vdekur në mosbesim. Por kjo sure është shumë e shkurtë, në vetë përmban mrekulli të shumta që tregojnë që me të vërtetë Kur'ani asnjëherë nuk ka bën kur i jep lajmet për të ardhmen.